A vazhdon me ndonë më që do kthehem në Shqipëri, ose nëse jo, po? Po. Përshëndetje, unë jam Iva, edhe unë jam shqiptare. Me qa merresh këtu në Amerikë? Unë jam mjek e sysh, punoj tani prej 2 vitesh këtu në një spital në Boston. Okej, si arritet të bëhesh mjek e sysh këtu në Boston? Po, në fakt, unë kur kam qenë në moshën 13 vjeç, fillova vesha lente për syt, dhe në atë kohë e kisha shumë të vështirë sepse siç je në moshë të re, mora pseudonimin ajo nuk shikon ose Qore, dhe në fakt si unë edhe unë. Si. Unë kisha edhe bol edhe qorë, isha të dyja. Po. Ishte ti me sa shoh bol, nuk e ke pas boluca. Dhe kam pritur shumë kohë deri kur vendosa lentet dhe e pash se sa rëndësi kishte shikimi në jetën e përditshme, në mësimin dhe doja të futesha në një fushë që kishte shumë pasion për mua dhe më pëlqen me të vërtet impakti që mund të bëj tek pacientët. Dhe siç thon, drita e syrit. Për të bërë pak poetike, mundohem t'i jap dritë në errësirë, domethënë, dhe për mua nëse dikush buzëqesh, sepse mund të shikoj më pastër, atëherë ja kam dalë. Ti e di që emri në Instagram është dritë hija, po? Dritë në errësirë. Tamam. U gjendëm. Po pra. Më fol pak për historinë se si erdhe në Amerikë. Po. Qa ndodhi, si ndodhi, ku erdhët, kur erdhët? Dhe pasaj vazhdojmë. Kemi ardhur në Amerikë në vitin 2010, unë kam qenë 15 vjeç me llotari amerikane, vendosëm, tham, pse jo, ta provojmë. Amerika në fakt është ëndër kur je në Shqipëri, por kur erdhëm këtu ishte shok. Kemi qëndruar në Worcester, kishim një support, një kushuri, sistem që jemi shumë falënderues që na kanë ndihmuar, por fillimi nuk është e vështirë. Nuk është e lehtë. E pra se habita. Nuk është e lehtë. Do e fillosh nga zero dhe në ato moshë që erdha, sidomos vështirësia me gjuhën, grupi shoqëror, nuk ka qenë e lehtë. Dhe unë thjesht tundja kokën dhe buzëqeshja. Dhe kur nuk e kisha shumë iden se... Ti erdhe 15 vjeç? Po, 15 vjeç. Si ishe me anglishtën kur erdhe këtu? Flisja bazik, por nuk isha mundur të më bëja kështu një bisedë të plot, po. Si e mësove anglishtën? E mësove kur erdhe flas gjithmonë? E mësove për shembull bëre kurs, apo ishe më e rëndësishme të dalësh, të komunikosh me tuaj, apo të dyja bashkë? Këtu dilja në fakt, sepse kur kam ardhur, erdhëm në shkurt. Dhe ishte mesi i vitit, dhe kur kam ardhur herën e parë, siç thoja, vetëm buzëqeshja. Ata flisin diçka, unë tundja kokë me qeshja. Edhe fillova mbaja një dictionary, një fjalor me vete. Dhe ky fjalor mori pseudonimin Vajza e fjalorit. Nga kush ta dha? Nga shkollët. Sepse kudo që shkoja, domethënë vrapoja në klasë kështu, unë isha ti thoje një gjë, dhe shikoja fjalorin. Dhe fjalorin në fakt u bë si komfort, më jepte shumë siguri, dhe kaloi një vit dhe më vonë thash pritje çik tani duhet ta heqim fjalorin. Por vërtet kur je në shoqëri e kap anglishten, mësohesh, njerëzit të veshin, dëgjohesh, dhe kur isha në Shqipëri nuk e mora seriozisht për ta mësuar gjuhën, kështu që lesson learned, mësova këtu. You learn the hard way, kur i thonë. Po, exactly, po. A kishe do më thëmë, për shembull, sa ndikoj pjesa mund të kesh pasur turp kur s'di anglisht, e gëlltitet turpin, sepse e di që ka shumë shqiptar që vinë këtu dhe nga që nuk din anglisht dhe kanë turp ta flasin dhe nuk e flasin kur dhe ngelet. Qa këshilla mund t'i jepshe këtyre? Jo, shumë e vërtet kjo, sepse unë shikoj në brezin më të madh, shikoj tek prindrit, babi, kur dikur ka qenë i stepur për të thënë një fjalë ose theksi. Por, është e vërtet që në fillim kam marrë dhe komente që e ke theksin shumë të fort, your accent so strong, like, what did you say? Like, you know, në mënyrë përbuzjeje. Për ato, unë thjesht them, fol në mënyrën tënde, shumica gjithë jemi emigrant, gjithë vinë nga një vend. Amerika, domethënë, është vendi i ëndrave dhe emigracionit, dhe thjesht i kam si zone out, i kam lënë fjalët dhe kam thënë, okay, ti mendon se kam theks më të fort, unë do përpiqem
akoma më shumë. Por e dua theksin dhe kam si pjesë të identitetit. Edhe tani kur e flasë anglishten, më thonë dhe pacientët që, ke një theks, nga të vjen. Dhe unë më thonë, vdes për të pjesë. Ato kanë thënë, mund thonë shpesh, kur e dëgjojnë theksin, thonë, mos je brazilian, ka ndodhur? Po, nga Brazili mund thonë, më shumë marrë nga Europa. Mendojnë nga Rusia, Polonia, por dhe Brazili, sepse kemi si të ngjashëm fjali, pronunciations. Si kanë qenë vitet e para kur ka ardhur? Çfarë vështirësish përveç gjuhës që folën? Çfarë vështirësish ke has? Për shembull, mungonte shoqëria ose mungonin familja, pjesa tjetër e familjes, gjëra të tilla, kishe të vështirë gjeje punë? Patjetër. Apo normalisht ishe në shkollë, po më fol pak për vitet e para, si ka qenë përjetimi jot, domethënë, vitet e para? Po, vërtet, vitet e para kur kemi ardhur, siç e thash, në moshën është e vështirë me shoqërinë, është e vështirë sepse grupet janë formuar, të gjithë kanë hobit e vet, çfarë pëlqejnë dhe jam munduar të përfshihem në atë kohë. Fillova po bëja tenis, fillova mora flautin, po mësoja për të bërë muzikë. U futa në band. U futa në band? Po, për të bërë shoqëri dhe kjo më ndihmoi edhe për gjuhën. Ka qenë e vështirë sepse më mungon njerëzit, është komplet ndryshe kultura, është komplet ndryshe, gjithë janë në punë, gjithë janë në shtëpi, domethënë nuk është ai pozitiviteti që unë marr kur shkoj në Shqipëri. Dhe e shikoja se sa fort punonin prindrit, se sa lodheshin me dy punë. Siç thash, fillimi nuk ka qenë i lehtë. Dhe mami me babin shkonin në dy punë, vraponin nga njëra në tjetrën, ditën, natën. Kemi patur mbështetje, goxha, nga njerëzit që kishim gjetur këtu, që na e bënin më të lehtë, por do ta fillosh nga zero dhe ajo më shtynte më shumë që thoja duhet që të mësoj sa më shumë, të bëjmë sa mirë që të paktën t'ja heq atyre këtë siklet. Dhe shpresoj që ti ke bërë sallapak krenar. Unë besoj që i ke bërë. Faleminderit, jo, i dua shumë, janë të mërkushëm. Sidomos një me punën që ke bërë, po dy edhe me... Ke bërë dhe maratonën tani, një arritje madhe, apo jo? Personale, arritje personale. Po, maratona ka qenë... Boston Marathon. Po, Boston Marathon. 22.129. E mbanke më të formel, se i ke bërë gjdo hap për ato kilometra. Gjdo hap, po, gjdo të djerëse që kam dertë. Për sa e bëre? E bëra gati për 4 orë, më është dashur të ndaloj diku mbas gjysmës së maratonës, se kisha një problem me këmbën dhe pas asaj kam thënë thjesht vazhdo, nuk do ndalesh dhe ashtu dashur pa dashur ja dolëm. Qyqe, e ke mirë këmbën tani po? Po. Jam okej tani. Pse e bëre maratonën? Për qef, për provuar diçka, kishe në emision? Më shumë për të provuar diçka, ka qenë si një sfidë. Të them të drejtën, maratonën e kam filluar më shumë për shëndetin mendor. Pas një dite të gjatë, stresi i punës, mendimet, qa po bëj, qa po ndodh, ankthet që mund të kesh, dhe vrapi u kthye si një formë terapie. Mbas pune, vendosja atletet dhe thoja thjesht dil në hapësirë, dil në natyrë dhe pak nga pak, domethënë fillova 5 minuta, u shtuar në 20 minuta dhe filloi u bë si një hobi. Dhe më pëlqente kthjelltësia që më jepte vrapi dhe sikur duke vrapuar i lija ato, i shkarkoja ato negativitetet e ditës. Për njerëzit që jetojnë Boston, ku është një vend i mirë me vrapu? Po, mua më pëlqen shumë ky Esplanade, që është këtu në Back Bay, po në Charles River Esplanade, por vrapoj edhe në South Boston, është Castle Island, është një zonë po, edhe ajo është nice për të vrapuar. Ose thjesht zber atletet dhe ku të çojnë këmbët. Unë po s'ka gjë e gjen rrugën. A vazhdon e mendon më, ose nuk besoj se ti vazhdon e mendon më këtë gjë, po gjithsesi po ta bëj si pyetje. A vazhdon mendon më që do kthehem në Shqipëri, ose nëse jo, po? Po. Dhe jam për 15 vjetë këtu, më duken si një vit, 6 muaj. Jam shumë e lidhur me Shqipërinë, po nuk shkova çdo verë, nuk ndihem e plot, nuk ndihem whole. Dhe është, si që thot, jemi disë dy shpive. Kur shkoj atje, them, më zë shpirtirat, kur jam këtu, mendoj tiki atje, do me thënë jam tërkohen. E mendoj, normalisht, them që bota ime është midis të dyjave,
por këtu është vështirë se jam stabilizuar me punën. Dhe kjo më mban më shumë lidhur me Amerikën, sepse kam bërë shkollën, kam marrë shumë oportunitete që jam shumë falenderuese. Dhe kjo më mban më shumë lidhur, por e mendoj sa herë të kthehem. Po kur shkon në Shqipëri, ku shkon për shembull? Çik dërmi, Po shkojmë me pushime në jug, mua më pëlqen të shkoj edhe në fshat. Çfarë fshati? Shion, Elbasan. Shion, quhet fshati? Po, kam për gjyshrit dhe e dua shumë atë vend se është si holy, është si vend i shenjtë për mua. Ana mamit janë ortodoks dhe kur shkoj atje, biles dhe tatuin që kam këtu, e kam me kryqin që e kam menduar për vendin atje, edhe kjo dega këtu është si degu ulliri, sepse gjyshi merret me shumë pem ulliri, kanë një fush, edhe më lidh shumë me fen, më lidh me besimin. Kur shkoj atje, thjesht jam si një relax total, natyra, frutat, perimet, gjërat fresh. Që këtu vështirë se i gjenë, apo jo? Po, vështirë se i gjenë. Qarë hobish ke përveç vrapit që e the? Po, më pëlqen të kërcej. Kërcesh, okej. Qalë e rryme? Me thënë drejtër, më vdes për Valle Shqip. Valle Shqip? Kur kam ardhur këtu, jam futur me grupin e valleve që ishte në kishën e Usterit dhe atje kam njohur shumë shqiptar. Nuk është se isha kërcimtare në Shqipëri, biles kam qenë si pak, si thuhet, si një luqe. Edhe kur kam filluar me vallin këtu, wow, kur largohesh, sikur të pëlqejnë më shumë gjërat, ke një mendim akoma më të fortë, domethënë më special. Edhe e pëlqeva shumë vallen dhe kur kam filluar edhe u futëm në një grup, bënim valle popullore, merreshim me festivalin e Usterit që bëhet për shqiptarët, edhe më vonë në shkollë të lartë kam organizuar, koreografuar të tilla për të prezantuar Shqipërinë. Tani më pëlqen të kërcej çdo rrymë, domethënë, thjesht vë muzikën dhe Po u një këngë shqip me valle, fillon lëvizjen vetë. Që tani. Qa mendimi ke si 15 vjet që ke këtu për komunitetin shqiptar në Boston ose në Amerikë në përgjithësi, nëse ke eksperiencë dhe jashtë Bostonit me komunitetin shqiptar? Po, i dua shumë shqiptarët, jemi një popull i lidhur me njëri tjetrin, duam ta ndihmojmë njëri tjetrin, kemi vlera shumë të forta, tradita shumë të forta dhe gjithmonë përpiqen të ndihmojnë, të japin ndihmën, interesin, domethënë vlerat, kështu që Bostoni është një vend shumë i mirë për të ardhur sepse kemi edhe një komunitet shumë të madh. Dhe duke ruajtur këto traditat, ndihesh sikur je në shtëpi.